Kur e keni që të ka rrugë lumi këto? Ajo kanë ora 6 të kanë. 6. Po, në akşam. E kam mbrojt, babën tem e kam mbrojt. Nenën e kam mbrojt edhe kam qitë kështu kraj. Pe pluma. Po, nenën edhe babën e kam mbrojt. Sa herë tu të ka plasë, jena mësu me milici, se neve danjën e kanë me zeza, që djallin jetën ja ka bërë. Qa mi bërë? Shka s'm ka thonë, shka s'm ka maltërtu. E 3 vetë ishin bashkë, po? 3 vetë, 3 janë konë mrejna. Kur ka hi aj, ka qubë më njëherë. Ka qi me nejtë me një konë. Hajde kom nejtë me një konë, me qetra. Pse po foli, pse folë qa une, pse thosha, a une ty, a jam të dogë terrorist. Një mërzit për shpijan. Se është gjekën. A tu ka prish dhoma? Po. Po? E lodrat, a i ke gjithë lodrat? Jo më kam prish. Që kanë prish edhe lodrat, a? Po. E kush ti ka prish lodrat? Policia. Qa i tha ti mamit kur gjushin ata? I thash, oj mam, a vrojnë fëmi? Tha, ja. E pse i tha vrojnë fëmi? Se u frigove që po të vrojnë? Po. Do më thonë krejt pa prit ju ka ndodhë kjo? Këtë pa prit, unë s'kam dëgju kur gjë, as s'kam po. Se më thoshin ka gjenë, s'ka gjenë, thash s'ka, unë s'kam po, thash as njeri. Këtë ujë këto. Faleminderit shumë. Faleminderit qofsh. Faleminderit. Vjen mirë që ke ardhur na ke vizitu. S'mund me vol. S'mund me vol. Ilber, kur e ke marrë vesh që është vra vllav Mirsadin Kumanov? Unë e kom marrë vesh që Mirsadi është vranë Kumanov, luftimin Kumanovës, do më thënë ka djela që është lajmëru që definitivisht është vra. Kush të lajmëraj? Simas autoritetet, do më thënë, Macedone që e kanë pranu vrasin e tina. E kështu s'ko mujtë me e konfirmu, adi taman saksisht jo. E që autoritetet Macedone e kanë qitë përmes shtypjet e medjave që është i vranë edhe Mirsadi edhe Begu. Tani dojna me full rreth spekulimeve mediatike. Atë kanë u paraqit një komandant në një emision. Për çka je vrati? Shpjegoma pak historinë. Unë mas shumë tim kam brej ai djalë që ka dalë që aty si komandant i Facebookit e i medjave që ka dalë edhe ka thonë që unë jem kona të vjen e frontit, jo mundu mi të rej, do me ka i ka shku dhe i poshtë aty edhe e ka qilat korridorin, thot me 28 ushtare, qelin në korridorin hi aty, ku s'ka pas kur farm shanca i me hi aty, edhe thot, kom fol me Samija dhe me ata, kemi fol prej banesë, thot, më ka thonë Samija largohu, kjo që është absolut e vërtet. Kjo është Vdish një loj dezinformat edhe loj që më ka di shka ka ndosht me zbulu me këto sende, që ka dojnë me bo, me qëfar qëllimesh, me qëfar papavijesh e ka bo ideale din vetë, vjen koha që ka me dhonë përgjësi edhe për këto sende që i ka bo. Në bazë të informacioneve që i kam, autorës të këti emisioni që transmitohet në RTK, ti ke thonë mos e transmito sepse është filoni dhe por rana i njëre, a është të vërtet? Mas nesër, do më thonë, kërë është shantazhu Reza Jenuzi, unë e kom, do më thonë, më ka shku filmen e saj djallë, është më prapa skenës, edhe si ushtar, edhe përmes, do më thonë, se e në shantazhoj film, bashkë luftarin e Mirsadit, shokin e ti. Reza Jenuzi në film dalë, ja kom demantu përmes gazetarit Zërit, se e kom pa që është shumë i dyshim të njëre dhe ka diçka, më shifet mas ti diçka. Edhe kom dalë publikisht e kom fturizën që je i ftun, si antar i familjes tonë, nuk i kemi asnjë pikë dyshimin ta. Edhe pet, asnjë bashkëluftar, asnjë shok, kërkon se kemi asnjë dyshim. Të ne është lajmëru Handit në Drecaj se gjoja është familjari juj. Mas konsultav ti ke thonë se nuk është familjar, është kështu? Handien veç, unë për herë të parë e kom pa në vërrime se ka artë Mirsadi. E kom nëj përmes medjave që fol edhe me Mirsadin,
e kum pas vetë pse po fol këy në emër të ushtrisë, thot leje dikur se shumë është marrë Mërsadi me ta. I ka përmes mediave dhe përmes Facebookit i ka thënë mos u përzi këtë kohë. Po kjo është një farë i smuti mental. Unë e kam dyshim që është i smut ai djalë. Nuk është në rregull. Ndoshta a ka me qëllime të këqija të mira, nuk e di pse i bën këtë së, mirë po. Unë jam din personalisht e kam pa në vërrim të Mërsadi dillën. Edhe nuk ka fol, ato ne kemi vetëm si kushrojt babës, domethënë të katunit babës. Vetëm Nuk është i afërt i joni. Një kolegi imi ka thonë që njerëzit që janë vrarë në Kumanove dhe ata që janë në burg janë njerëz të haraqit, janë kriminale, ke lexuar këtë shkrim? Po, kam lexuar te koaditore. Edhe muj me dokumentu, muj me ardhë, edhe kush dënë për gazetarëve, për kuj dojnë me marrë dosin të në stacion policisë, në gjykata se kësha ka pas dosin Mërsadi. Mërsadi nuk ka pas asë dosin që thojnë as shokët e ti që thojnë. I kanë dosin, mujnë marrë me këqyrë, e jo me folë për argumente, veç me jafut qësh si mas medjave. To ka loj gazetarë që në mundu me bo propaganda. Njerëz pagun, nuk diju në pse për i bojnë të sana. Tani, desha me ditë, u paraqitën dy raste. Rasti parë doli një ushtar që tha kemi hy me nxjerrë në një emision televiziv. Qysha historia, spjego, kur e ke niti këtë? Historia ka qenë një do më thonë për mediave, dikush për media se du me leon anonim. Vetëm në RTK ka qenë? Po, ka qenë në RTK. Edhe më kanë premtu mediat që djallë do ta sillëm edhe do ta shpjegojnë rastin që shkon aty. Edhe është tërhek, pa me gjithë 28 ushtar pa vrarë. Thotë ju më koni plagosën. Aty në media del ma vonë fol me maskë që nuk ju më koni, nuk thotë që jemi plagosën as kur gjostat. Thotë, dhe më thonë 2-3 herë i luajnë fjalë aty përmes media. Shihet që është një farë manipulanti. Edhe në media më shpremtu që do të flas me atë njeri, do të jap atë njeri, do të qes me pa me ta, mirë po s'ma ka pru asnjëherë atë njeri. Ka thonë sot prit mas dite ta jap, fol me të drejt për drejt, e kum prit s'm ka dal, njerëz s'm ka dal, domethënë gjithmonë më ka ik. Edhe ti në telefon kur ja ke thon emrin, çështu ka përgjigj gazetari janë. Gazetari ka thënë mos fol se je ka do më qitem, jo thash ky e ka qitem, se që 3 ditë është ka përmend Riza Enuzin. Me emën mbi emën është kënjë që pe përmend Riza Enuzin për tradhtar. E unë e di fort mirë Riza Enuzi kush është. Riza Enuzi është pi shokëve të parë tonë, domethënë edhe që e kemi pas edhe si familjar tonin që e respektojmë. Mirë, tash po kthehemi tek deklarata e një personi tjetër i cili në lajmet qendrore është paraqit si komandant Sula. Thot që jo mikun e ju i ka policisë, si e komenton këtë rast, si e shpjegon? Kjo është shumë domethënë variant shumë e dyshim. Qysh mujti ky Xhezair Shaqiri Hoxha me gjetë para policisë, para shtetit, para gjithë kuj me marrë atë njeri dhe me sjell, dhe me marrë intervju, më bën me dyshu edhe te Xheza edhe tej njeri shumë e para variant. E dyta, thot ai Mërsadin thot e kom pa ditën kritike thot gjallë thot. Është në zonë thot edhe është i plagosën të Enoj Zhak edhe i Diego në fytyrë. Kto ja demantoj se përmes thot i plagosën. Po, i plagosën kont majt. Vlla jem ka shkuar ka pa, e kemi pa në gjithë familjarët. Me një herë kemi reaguar, kemi shpalu komt një aksyr. Komt i ka pa shtpastër, nuk i koni plagosën. Mërsadi u kon pjesën e epërme i domethënë i vran. Kushërini malisht drejt saj kallzon thot në 2001-ën e kom arrestu. E kemi marrë në burg krejt kohën gati 3 muaj ditë thot e kemi marrë që të sulën në burg. Sipas informacioneve të obduksionit, ka të vramë që janë vramë mos janë zot gjallë. Kjo është e vërtetë? Ja, kjo është absolutë e vërtetë, është edhe Naim Gërxhaliu që ka marrë pjesë atje. Është arsimi, më falni, po Arsim Gërxhaliu ka marrë pjesë. Edhe autopsinë e ka domethënë e ka konstatuar që këta njerëz janë vrarë në luftime. Këta asnjë s'është vrarë në zonë pe grupit që janë vrarë, krejt janë vrarë me plumb ose me granatë. Po të mundi mi vetë edhe familjar tjerë. Jo vetëm unë nëse s'u besojnë, unë edhe familjar tjerë me vetë që janë vrarë në luftime. Kjo varianta vjen se këto janë spekulime shumë lloje mediatike. Sa ki diçka më thonë që përsi? Jo. Vetëm si familjar, shtyve komandanta Facebookit,
edhe patriotave që dalin nëpër Facebook, ju kisha bo thirrje, mos lujnë me ndjenjat tona, mos përmendin emna pa argumente, mos na shtin me dyshu, na s'kon se na si familje nuk e morën parasysh asnjë fjalë të atyve. Edhe i ftoj edhe familjarë tjerë që janë vronë, mos t'ju besojnë njerëzve Facebookit, komandantëve Facebookit, që po dalin, i kam njën paraqit me 5.000 ushtarë, tani thot i kam 1.800, tani bjen 200, dikur s'flajmërohet hiç hub krejt. E dieta i kush është fort mirë, e din krejt, tash e kanë marrë vesh punën e tij.